Gjesti, me një buzëqeshje të pabindur në fytyrë, vendos të bëjë një shaka dhe pa u menduar 2 herë, i futet Rozanës në dush. Ai e di që ajo është e ndjeshme ndaj provokimeve, por nuk i intereson. Ndërkohë, Rozana është e përqendruar duke rregulluar ujin dhe as nuk e vëren menjëherë praninë e tij. Pa pritur, ajo ndjen diçka dhe kur kthen kokën, sheh Gjestin që qëndron aty, duke qeshur me ironi. "Hej, çfarë po bën këtu? Je çmendur?" I bërtet ajo, duke u kthyer menjëherë nga ai dhe duke tentuar ta shtyjë larg. Gjesti qesh dhe ngre duart lart, sikur të tregojë që nuk ka ardhur me qëllim të keq. "E po, Rozana, mendova të bëj një dush me shoqëri. Pse po acaruesh kaq shumë?" thot ai me një ton tallës. Rozana ndihet tepër e acaruar dhe sytë e saj flakërojnë nga nervat. "Dil menjëherë jashtë. Nuk është fare e hijshme kjo që po bën. Kush të dha aty të drejtën të më hysh në dush?" i bërtet ajo, duke e shtyrë më fort. Gjesti bën një hap pas, por nuk e ndal dot të qeshurën. E mirë, mos u nxeh kaq shumë, thjesht një shaka ishte." "Nuk e di pse po e dramatizon kaq shumë", thot ai, duke e parë me një shikim ngacmues. Rozana nuk e përballon dot me arrogancën e tij dhe i merr një peshqir, duke e goditur në krah. "Dil jashtë, mos më acaro më shumë." Gjesti më në fund kthehet për të dalë, por ndërsa del nga dera, kthen kokën dhe i thot me një buzëqeshje ironike, "Shumë nervoze je, Rozana. Të duhet pak humor në jetë." Rozana e shikon me inat ndërsa ai largohet. "Shiko mos më provo më kështu, sepse herën tjetër nuk do e kalosh kaq lehtë", i thot ajo me nervozizëm. Banorët e tjerë dëgjojnë zhurmën dhe shikojnë nga dera e banjës, duke u habitur se çfarë ka ndodhur. Gjesti vazhdon të qesh ndërsa largohet, ndërsa Rozana tund kokën dhe mundohet të qetësohet nga inati.